Zelenski pritet të ngrejë çështjen mbi garancitë e sigurisë dhe lëshimet territoriale për Ukrainën në takimin e tij të së dielës me Trump, të cilat janë të dyja çështje për të cilat Rusia më parë nuk ka qenë e gatshme të bëjë kompromis. Presidenti i Ukrainës do të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump në Florida ditën e sotme për raundin e fundit të bisedimeve që synojnë të japin fund 4 viteve të luftës me Rusinë. Trump dhe Zelenski do të diskutojnë një version të përditësuar të një plani paqe të ndërmjetësuar nga SBA-ja, të cilën Moska ende nuk e ka mbështetur, si dhe propozime të veçanta për garancitë e sigurisë së SBA-s. Takimi i tyre në shtëpinë e Trump në Mar-a-Lago vjen pas bombardimeve intensive ruse të Kievit gjatë fundjavës, të cilat presidenti i Ukrainës i tha se janë dëshmi se Moska nuk dëshiron paqe. Autoritetet lokale thanë se breshëria dhjetorëshe me raketa dhe dronë që synonin kryeqytetin e Ukrainës vrau 2 persona dhe la 32 të tjerë të plagosur. Zelenski pritet të ngrejë çështjen mbi garancitë e sigurisë dhe lëshime territoriale për Ukrainën në takimin e tij të së dielës, të cilat janë dy çështje për të cilat Rusia më parë nuk ka qenë e gatshme të bëjë kompromis. Ata do të diskutojnë gjithashtu planin e ri të paqes me 20 pika, një version i rishikuar i planit të mëparshëm prej 28 pikash të hartuar nga i dërguari special i SBA-s, Steve Witkoff, i cili u pa gjerësisht si shumë i favorshëm për Rusinë.